Shqipëria ka shënuar rritje në vlerësimin e organizatës Freedom House, mbi të drejtat politike dhe liritë qytetare, por mbetet në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira, sipas raportit të fundit. Vendi ynë vlerësohet me 69 pikë nga 100 pikë gjithsej, duke grumbulluar 1 pikë më shumë në krahasim me të dhënat e vitit të kaluar. Në kategorinë e të drejtave politike, Shqipëria ka 28 nga 40 pikë të mundshme, ndërsa për liritë qytetare, vendi ynë vlerësohet me 41 pikë nga 60 maksimale. Freedom House theksin polarizimin politik dhe korrupsionin e rishfetin si problem. Shqipëria ka një rekord zgjedhjesh konkurruese, megjithëse partitë politike janë shumë të polarizuara dhe shpesh të organizuara rreth personaliteteve kryesore. Liria fetare dhe liria të obimit në përgjithësi respektohen. Korrupsioni dhe rishfeti mbeten probleme të mëdha, megjithëse qeveria po punon për të adresuar korrupsionin në gjyqësor. Shqipëria qëndron në krye të listës së vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndjekur nga Mali i Zi me 68 pikë dhe Maqedonia e Veriut me 67 pikë. Serbia renditet e fundit me 53 pikë. Edhe Kosova ka shënuar një përmirësim në raportin e vitit 2026 për liri në botë, duke u vlerësuar me 61 pikë nga 100 gjithsej, 1 pikë më shumë se një vit më parë. Raporti vlerëson se kriza politike dhe institucionale që goditi Kosovën gjatë vitit të kaluar, kur vendi u qeveris pothuajse tërkohën nga një qeveri në detyrë, ka ndikuar në përparimin e vendit në gjyqësor. Raporti Liria në botë përfshin vlerësime në 195 vende të botës dhe mbulon zhvillimet nga 1 janar 2025 deri më 31 dhjetor 2025. Freedom House vlerëson se 54 vende përjetuan përkeqësim të drejtave politike dhe lirive qytetare, ndërsa vetëm 35 shënuan përmirësime. Vetëm 21% e popullsisë së botës jeton në vende të vlerësuara si të lira, një rënje nga 46% që ishte para 2 dekadash, thuhet në raportin e organizatës me bazë në Washington.